Allahun azza wa jalla falenderojmë, prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatu dhe salamat i dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fesnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë dhe madhrojmë Allahun azza wa jalla që na dha ymër dhe shëndet që edhe këtë ditë të Ramazanit ta përjetojmë me agjerim, me ibadet, me vizitën e njëri tjetrit, me pamjen e njëri tjetrit, që janë begati dhe nimete të mëdha që shumë prej muslimanëve nuk i kanë. Vazhdim me ligjeratat apo me nasihatet e muajit të Ramazanit dhe sot do të folim diçka rreth Idrisit alayhi salam. Do të folim diçka rreth Idrisit alayhi salam. Idrisi alayhi salam është pejgamber i cili vjen mas Shithit alayhi salam. Çiçenin ndërlidhshmëri. Idrisi alayhi salam është me një farë mënyre një prej nipave të Ademit alayhi salatu wassalam. Dhe rjedhën e kokështo. Ajo është Idrisi, i biri i Jeredit, i biri i Mehlajilit, i biri i Kunejnit, i biri i Enushit, i biri i Shithit, i biri i Ademit, që është baba i njerëzimit. Kjo është prejardhja apo loza e Idrisit alayhi salam, që ne ban me dije se Ademi alayhi salam ka pas 20 djem, 20 vajza. Për 20 djemve e ka pas pejgamber vetëm Shithin, kurse prej nipave të tij që rrjedhin prej Shithit alayhi salam e ka pejgamber Idrisin alayhi salam. Do thot Ademi alayhi salam prej lozës së afër e ka pejgamber vetëm Shithin pi djemve vet. Pi 20 djemve pejgamber e ka pas vetëm Shithin. Mas Shithit vjen nipi i Shithit që e ka emrin Idris. Dhe Allahu azza wa jalla Idrisin alayhi salam e përmend Kur'an dhe i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya." Thot o Muhammed, përmendën librin tënd Idrisin. Dhe arabisht nuk është Idris, po Idris me s. Idris. Dhe emrin Idris duhet ta përmirësojmë në anëtarmën që kur ta nxjesim nipave tonë, vlatëve tonë, të janë nxjesim me s në fund, jo me z. Idris. Kështu është në Kur'an. Wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya. Thot o Muhammed sallallahu alaihi wasallam përmendë në Kur'an Idrisin, nga se innehu kane siddiqan nebija, nga se ai me të vërtet ka qenë i sinqert dhe pejgamber. Dhe shtash, mas kësaj vjen Nuhi a.s. Kina me bon ndarjen dhe shpjegimin e dallimit mes nebi edhe resul. Mes nebi edhe resul. Deri shtash i kemi 3 nebija. I kemi Ademin a.s. nebi, e kemi Shithin a.s. nebi, e kemi edhe Idrisin a.s. nebi. Dhe na vjen resuli i parë mas kësaj Nuhi a.s. Kina me shpjegu këtë në dersin arshëm. Wa rafa'nahu makanan aliyya. Në vazhdim të suratul Maryam, Allahu azza wa jalla thot: "Wa rafa'nahu makanan aliyya." Thot edhe ne Idrisin e kemi ngrit me një vend të lartë. Me një vend të lartë, komentatorët e Kur'anit i kanë përmend dy komente pse Idrisi alayhi salam është ngrit me një vend të lartë. E para është hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që flet për Isran dhe Mirajin, ku tregon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke udhëtuar në qiell tek Allahu azza wa jalla që takohet me të, e takon Idrisin alayhi salam në qiellin e katërt. Dhe shkaku i kësaj është kjo, përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith të tij se një ditë prej ditëve Idrisi alayhi salam takohet me Xhibrilin alayhi salam dhe i thot: "A ka mundësi me a dërgu një selam me laçës së vdekjes? T'ja çojsh një selam prej meje me laçës së vdekjes. Dhe ti thuish me laçës së vdekjes, a ka mundësi që të mazgate imri pak, mos më marr imrin, mos më marr shpirtin në momentin e duhur." Pse? Se ka lip zgjatjen e imrit që me bo ma shumë pare, ma shumë dunjo. Ja,
Idrisi alayhi salam përmendën disa hadithe tjera, se është I vetmi prej pejgamberëve të cilët Allahu ja ka bënë nasip që me hecë rrotull këtë dunjon, edhe si cilët njerë që ka qenë I gjallë në zamanin e tij me ia thonë një fjalë të hajrit dhe të mirë. Allahu Akbar. Shiqoni çfarë ambicie të mëdha dhe të larta. Ky ka pas dert që Allahu t'ia shtoje imrin që me bo alo ma mirë, që ata që kanë me lind pak ma vonë edhe atinve t'ju thote fjalë të mira, edhe atinve t'ju bojë davet. Dhe Gjibril alayhi salam I thot, po unë jam duke shku në qell. Nëse don, hajde me mu. Nëse don, hajde me mu edhe këtë selam së bashku ja përcjellni me laçës së vdekjes. Dhe Idrisi alayhi salam e fillon udhtimin me laçën me Gjibrilin alayhi salam që mu taku me laçën e vdekjes. Dhe në qellin e katërt deri aty udhton Idrisi alayhi salam dhe ndalet, kurse ndërkohë Gjibril alayhi salam takohet me laçën e vdekjes. Dhe I japin selam me laçet njëra tjetrës, që du me thonë se selami është edhe përshëndetje me laçeve. Edhe I thot Gjibril alayhi salam me laçës së vdekjes, ka e nis? Thot jam nis me shku në qellin e katërt me marr shpirtin Idrisit. Ama kur ma dha urdhnin Allahu Azza wa Jall u habita, tha se Idrisi alayhi salam është në tokë, nuk jeton në qell. Por tha, merë marë me akthi prap fjallën Allahut, unë nisa udhës e ku dalën e dalë puna. Sot ja, unë jam nis me Idrisin, e kam me vetën qellin e katër, me artë e ti me të bori gja, që me ashtu imrin Idrisit a.s. Jo, vallahi, thot, kudi el emër, o shkry puna, të regam më shpejt ku është, ja marë shpirtin, dhe Idrisi a.s. është I vetmi njeri, të cilët Allahu ja ban nasip, që me laçë e vdekjes me amar shpirtin në qellin e katërt. I vetmi njeri që ka dhënë emanetin në qell është Idrisi alayhi salam. Dhe për këtë shkak thot Allahu Azza wa Jalla wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dhe na e kemi ngrit Idrisin me një vend të lartë. Dhe kjo vend është në qellin e katërt, ku edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëshmon këtë gjatë udhëtimit prej Isras në Miraj, dhe thotë edhe takova vllahun tim Idrisin në qellin e katërt. Sipas shumicës komentatorëve të Kur'anit, Idrisi alayhis salam është shtylla e nesebit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra prejardha Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kthehet te Idrisi alayhis salam. Ajo është domethënë lidhja dhe boshti I nesebit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Idrisi alayhis salam e ka mri Ademin alayhis salam 308 vjet. Do të thotë Idrisi alayhis salam dhe Ademi alayhis salam kanë jetuar së bashku me një kohë 308 vjet. Dhe pas kësaj vdes Ademi alayhis salam dhe vazhdon me jetu Idrisi alayhis salam, që sipas disa transmetimeve thuhet se edhe Idrisi alayhis salam ka jetuar 1000 vjet. Thuhet se edhe Idrisi alayhis salam, por se kjo si lajm nuk është e vërtetuar për haditheve të vërteta, është vetëm si mendim I disa ulemave. Idrisi alayhis salam si pejgamber është I pari I cili ka shkruajt. Është I pari I cili ka shkruajt. Dhe këtë dëshmon hadithi I cili është I Muawiya ibn Hakim radhiyallahu anhu, I cili ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam anil khabti bir ramal, I cili ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për shkrimin me zall. Është një lloj shkrimi që është prej llojeve më të vjetra, që është shkrim mbi dhë, mbi zall, është zalli I posaçëm. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë innehu kana nabiyyun yakhuttu bihi faman wafaqa khattahu fadhak. I është përgjigj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe I ka thonë, thot ka qenë një pejgamber I cili para nesh ka filluar të shkruan me këtë lloj shkrimi, me shkrim në zall, e kush shkruan me këtë shkrim I ka përga ati pejgamberi. Dhe I ka thonë kush shkruan me këtë shkrim I ka përga Idrisit alayhi salatu wassalam. Për Idrisin alayhi salam më shumë habere në Kur'an dhe në sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka.
Dhe këtë du të keni parasysh se shumë lajme që përmenden në Kur'an, shumë lajme që përmenden në histori rreth pejgamberëve, një pjesë e madhe e tyre janë të pasakta. Dhe për këtë shkak për Idrisin a.s. ka shumë iftira, të cilët i përmenden në ehli kitabët, përmenden në për disa historiate të cilët nuk janë të vërteta dhe të verifikuara, dhe për këtë shkak haberet dhe lajmet që kanë të bëjnë për Idrisin a.s. janë kaq dhe janë të shkurta, dhe rastësisht Ibn Kathiri, Allahu e mëshiroft, dhe unë kam haru me përmend se historia e pejgamberëve që kena me zhvillu gjatë Ramazanit janë prej librit të Ibn Kathirit, rahmetullahi alejh, i cili është edhe komentator më i njohur i Kur'anit, i cili është mundu Kur'anin famëlart me shpjegu prej te Fatihaja deri te Nasi, deri në fund. Dhe është nga komentatorët më të njohur të Kur'anit. Dhe rastësisht e kam zgjedhur këtë libër nga se Ibn Kathiri rahmetullahi alejh gjatë shpjegimit të jetës së pejgamberëve mundohet mu bazu më shumë në Kur'an dhe në sunet e pejgamberit sallallahu alejhi dhe nuk përmend gaçka historiate që janë të transmetuar prej habereve dhe lajmeve që kanë qenë para nesh, të cilët nuk janë të vërtetuar dhe të verifikuar. Dhe për këtë shkak do të mundohemi që atë që i shpjegojmë shumica të jetë e vërtetë. E jo vetëm të tregojmë, do të thotë ndodhi dhe tregime të cilët askund nuk bazohen.